Në Shkodër, një pjesë e fermerëve që kanë të mbjella në sipërfaqe me pak se 3 hektar janë penalizuar, pasi nuk përmbushin kriteret e përcaktuara. Përgjegjësi i ekstensionit bujqësor në Shkodër, Elvan Sekja, thekson se fermerët duhet të orientohen drejt krijimit të shoqatave apo bashkimeve. Ka disa fermerë të cilët nuk për shkak të sipërfaqes nuk kanë mujt të bajnë 3 hektarshin. Duhet ta kuptojnë ata vetë që mund bajnë një bashkim ose SHBB, bashkimi i fermerëve është e ardhmja. Është e ardhmja jo vetëm për tregun lokal, po është e ardhmja edhe për tregun se ne presim dita ditës të andarësojnë Bashkimin Evropian, por edhe në aplikime të ndryshme, në skemat të tjera, SHBB-t kanë gjithmonë përparësi. Ndërkohë, skemat më të kërkuara vijojnë të jenë pagesat për krerër në blegtori dhe bletari, si dhe rimbursimi me 10% i faturave të shitjes. Në rajonin verior skema më aplikume ka kanë skemat e bletarisë, por edhe skema e rimbursimit të 10% të faturave ose autofaturave të shitjes produkti. Procesi i verifikimit pritet të përcaktojë përfituesit përfundimtar, ndërsa institucionet u bëjnë thirrje fermerëve të plotësojnë kriteret për të përfituar nga mbështetjet financiare edhe të viteve të ardhshme.